Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin ditor, parashkimin e datës 7. Data 7 shkurt 2026. Duket se është një ditë që mjaft e rëndësishme për nga ndikimi që ka, për nga mundësitë që na jepet. Data 7 shkurt me Mërkuri që kalon në shenjën e Peshqve, ku komunikimi bëhet pak më ndikues, sepse Mërkuri në këtë shenjë kalon informacionin përmes një filtri subjektivi, por dhe përmes emocioneve dhe kështu humbet objektivin. Racionalizmi dhe ndikimi që ka të bëjë se ka një qartësi, është një Mërkuri jashtëzakonshëm intuitiv dhe sigurisht me një imagjinat në bazë të ndikimit të madh që vjen në fushën e karrierës, në fushën e dashurisë, por shndërrohet në një ndikim në retrograd që ka një ndikim mjaft të madh në dukje në datën 26 shkurt që do të jetë në retrogradën e parë për këtë vit. Do të favorizojë më shumë shenjat që favorizohen, kemi gaforet, akrepët dhe peshqit. Ja pra, kur kemi në retrograd që dëgjoni gjëra të tjera, juve bëhet nami, bëhet kjo, bëhet ajo. Favorizime, nuk ka se ka një diçka keq kuptimi ose keq përdorimi. Por gjithsesi duhet pasur vëmendjen sepse kjo datë është një datë ku gjërat arrihen, gjërat të ndryshojnë dhe mundësojnë në anën tjetër. Megjithatë, gjithçka mund të jetë në lidhje me punën, në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet që mund të merren, por gjithashtu është një kohë që është përcaktuese në atë që kërkohet të realizohet. Para se të fillojmë me parashkimin e kësaj date, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar.